Osteoporoza është një sëmundje metabolike që karakterizohet me humbjen e densitetit të kockave, pra me demineralizimin e tyre, kryesisht të kalciumit. Në ditën botërore të osteoporozës, ortopedi traumatolog Dr. Fisnik Vula tha se kjo është një sëmundje tinzare, pasi nuk shfaq shenja të dukshme në fillim dhe zakonisht zbulohet vetëm pas ndonjë thyrje të dorës, nyjeve apo unazave të shtyllës kurrizore. Osteoporoza është një sëmundje metabolike e cila karakterizohet me humbjen e densisë së kockës. Domethënë bëhet demineralizimi, humbja mineraleve të kockës, kryesisht kalciumi. Si sëmundje, është sëmundje shumë tinzare, nuk paraqitet me shenja sikur sëmundje tjera, por ne zakonisht këto probleme i vrejmë vetëm pas një thyrje. Për shembull një thyrje të kockave, të dorës, të kukit, të nyjes koksofeborale, ose të unazave të shpinës, nuk paraqitet me dhimbje ose me shenja tjera, sikur disa probleme tjera që fillojnë, domethënë është shumë e msheft. Zakonisht haset tek moshat mbi 50 vjeç, haset tek gratë, sidomos ato në menopauzë, po ashtu edhe në disa pacientë të cilët abuzojnë ose përdorin shumë gjatë disa ilaçe duke përfshirë kortikosteroidet. Për parandalimin e saj, ortopedi Vula rekomandon kryerjen e densitometrisë, një ekzaminim që mat mineralizimin dhe densitetin e kockave. Zakonisht për parandalimin e kësaj sëmundje ne preferojmë që të bëhet densitometria, domethënë për diagnostifikimin e sëmundjes, përdoret densitometria, e cila na tregon për mineralizimin e kockës, kryesisht densisinë e kockës. Parandalimi i kësaj sëmundje bëhet duke u prevenu shenjat gjatë menopauzës për shembull, ose përdorimet e ushqimeve të ndryshme të cilat janë të pasura me minerale, kalcium sidomos, prezantimi ose paraqitja më e madhe në ekspozimin e rrezet të diellit, e vitaminën D, marrja vitaminës D përmes ushqimit. Doktori Vula gjithashtu vuri theksin edhe të thyrjet më të shpeshta të gjymtyrëve që mund t'ju ndodhin pacientëve me këtë sëmundje. Pjesët më të atakuara të pacientët me osteoporozë janë pjesa e parakrahut, domethënë kyçet e dorës, unazat e shpinës dhe pjesa proksimale e femurit ose gilza, kuku, që i thotë populli. Këto janë 3 pjesë kryesore ku ndodhin thyrjet të një pacient me osteoporozë. Kjo sëmundje shpesh kalon pa u vënë re, prandaj kontrolli i hershëm dhe kujdesi vazhdueshëm janë çelësi për të ruajtur shëndetin dhe forcën e kockave.